Ndërsa operacioni në Kumanov vijon, Ministria e Brendshme konfirmon zyrtarisht se kishte informacione se grupi armatosur që u godit do të sulmonte disa institucione në Shkup. Deklarata është bërë nga zëdhënësi i policisë Maqedonisë Ivo Kotevski në konferencën e parë për media. Ndërkohë reagimet kanë qenë të menjëhershme edhe nga ambasada amerikane, e cila i ka bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë deri në përfundimin e aksionit. Në njoftim thuhet se ata janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet dhe liderët politik, ndërsa kanë shprehur dhe ngushëllimet për familjarët e viktimave. Më herët përmes një komunikate për media, BDI njoftoi se po ndjek me shqetësim të thellë zhvillimet në këtë qytet, ndërsa i ka bërë thirrje qytetarëve shqiptar për vetëpërmbajtje, ruajtje të gjakftosësisë dhe të mos bien pre provokimeve. BDI, partia që është pjesë e koalicionit qeverisës, i ka bërë thirrje dhe Ministrisë së Brendshme të veprojë me përgjegjësi ndaj ndjeshmërisë së situatës në terren, por edhe asaj politike. Shqiptarët në Maqedoni dëshirojnë të shohin një vend në barazi dhe marrëdhënie të mirë ndërfqinjësore, thuhet mëtej në komunikatën e këtij subjekti politik. Ndërkohë një reagim i menjëhershëm ka ardhur dhe nga kreu i komunës së Komanovës Zoran Damjanovski. Ai e përshkroi situatën në qytet në një gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa ka apeluar që qytetarët të qëndrojnë të qetë dhe të mos bien pre provokimeve.